Situata e krijuar në Lezhë pas çarjes së argjinaturës së lagunës së Vajinit në zonën e Tales është përkeqësuar ndjeshëm. Niveli i ujit dhe sipërfaqja e përmbytur janë rritur në fshatrat Mylt, Barbulloj, si dhe në fushën e Treshit dhe të Spitenit. Disa banesa janë përmbytur, ndërsa shumë të tjera janë rrethuar nga uji. Në disa zona lëvizja kryhet vetëm me varka. Banorët shprehen se situata është shumë e vështirë, pasi u janë shkaktuar dëme të mëdha në bujqësi dhe blegtori. Ata kërkojnë ndihmë të menjëhershme, veçanërisht ushqim për bagtit. Niveli i ujit ka shku deri 1 metër vene, deri 70 cm më pakta. Ka bo dam diçka ka hinë këtë para në stavat e bagtit këto po. Shtans të krejt, janë në ujë, janë rreth. Ushqimi krejt është në ujë, me po krejt ushqimi e një këna në ujë se këna shëzëtën bashkë një kërasia ushqesim. Thej, pula, 3 leopi kam manana. E kena pas ushqimi, kena 3 dylimi, kena qatit mjellun bardimni. E krejta në ujë. Patre ka pas rakësh prej shiut, tash nuk ka prej shiut qështu. Jo, është që ka plas kneta, që është. Gjatë së premtes janë shtuar forcat dhe mjetët në terren për të ndërhyrë në mbylljen e argjinaturës së qartë. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pjeri Ndreu, tha se ekipet po punojnë pa ndërprerje për të frenuar përhapjen e ujrave. Kemi bën një vlerësim ndryshe të situatës dhe besoj se sistemin e kemi vënë punë. Jemi duke punu me 2 kohë, me një vend grumullojmë material, disa kamiona tjetër më të vegjël për shkak të vështirësisë së rrugës dhe të problemeve që mund të shfaqe ura. Është qarë argjinatura rreth 40 metra dhe qatë një argjinaturë e kanalit ujrave të larta do ishte për çdo vend një situatë katastrofike, por ne kemi kap situatën shpejt dhe besoj se tash mbrapa situata do jetë jo e përmirësuar, po në borre ka disa banesa që janë, por nuk është një gjendje në nivelin alarmant. Gjatë ditës së premte në rajonin e Lezhës nuk ka patur reshje shiu, duke u dhënë mundësinë autoriteteve që të ndërhyjnë dhe deri më tani është kryer mbi 50% e punës për mbylljen e argjinaturës së qartë.